Si Xilla dhe në minutën e 45+1 autori gol të dytë për Butrindin ishte sulmuesi Mario Mërkuri. Pjesa e parë mbyllu me shifra 2-0 për skuadrën e Butrindit, ndërkohë që është është gati të nisë pjesa e dytë, duket se nuk ka zëndësime dhe dy skuadrat janë me të njëjtit futbollistë. Si Butrindi dhe Eagle. Kujtojmë që gjykon një treshe Luciane me kryesor Rigert Zenelin, asistent i parë Dionis Nile, asistent i dytë Maldin Sina, gjyqtari 4 Gjiro Kastriti, Edvin Latifi, delegati këtij takimi Arnel Gozhita dhe vëzhguesi i arbitrave është pikërisht një tjetër Gjiro Kastrit, siç është Tanush Latifi. Diçka që nuk shkon me trupin gjykues është kryesori Zeneli, i cili tashmë rikthehet. Diçka të nisë specializimi kryesorit të Rigert Zeneli për nisur pjesa e dytë. Butrindi 2, Eagle 0. Sa ka dalë Guidado në fush numri 21 për skuadrën e Eagle. Anis pjesa e dytë. Diop të mund shmang një prej futbollistëve ka qenë numri 4 Çidera. John Gilio, i cili është futur në fush. Është dhe një Çidera, la topin dal vetëm rivënie fundore. Edhe një shifra dhe pjesë së parë Butrindi 2, Eagle 0. Gjatë shkon drejtim të numri 7 Sundaj. Është rivënia ansore. Hiso. Tjetër rivënia ansore i takon sërish Eagle. Hiso, zotron kapiteni Hyzellari dhe një tjetër rivënia ansore. Gjata Xilla, autori i golit të parë. Edhe njëra Martin Xilla. Mërkuri, Gjata. Mërkohet. Ai top nga numri 15. Mangumo. Pikatal. Hizo largohet topi rivënia ansore. Pra marginës së Butrindit.
Qëjmë Torollari, lëvis mjaft mirë. Mangumu. E një topi mbrapa, Gilio. Qidera, Mangumu. Kalemi, Gjëlleshin falni. Mangumu, Gilio. Topi cili largot nga Sandi Çulli, Abduli, Pius. Dhe njëra është Nelson Pius. Largot topi rivënia ansore. Një takon skuadrës së Eagle. Topi cili kthehet mbrapa, Leshi, Qidera. Ka shqecimin e Gjilardini Abdulit. Mangumu është numri 15. Topi mbrapa, Kaceli. E një Qidera. Hiso. Qidera. Mangumu. Gilio. Leshi. Qidera. Top në drejtim të gabuar. Tjeri drejt sa largon. Zila. E rëmben mjaft mirë topin. Është më pas Diop ai i cili zotron. Marrë topin mjaft mirë. Topi cili shkon në rivënien fundore. Rivënien ansore, më falni. Zila, brenda zonës. Ka marrë Sundaj, lëviz mjaft mirë, ka një mur me një prej lojtarëve të Eagle, rivënia ansore. Edhe njerë tjetër. Goditje nga këndi. Jetë Mario Mërkuri. Gati Mario Mërkuri. Shojmë krosimi. Shërarë në zonë e rreth të dhe realizon. Arritur Sandi Çulli. 3-0 shifrat. Realizon. Bogji strat lartë. Ardhur dy sulmit. Dhe këtë radhë duket se festa është ndim trajneri Mari Glenela dhe stafin drejtues të skuadrës Butrinit. Së bashku me Artan Meçanin, trajner portierëve, por edhe që stafin dhe lojtarët e skuadrës Sarandiote. Shifrat Butrini 3 dhe Eagle 0. Autori golit të tretë është Sandi Çulli me kokë. Cross nga flamur i këndit i Mario Mërkurit dhe Sandi Çulli realizon golin e tretë. Largohet Basha. Mjaft mirë. Është një prej lojtarëve të Eagle. Ka qenë kapiteni Hyzellari, pozicioni pa rregull.
Basha, të topi Kristi Basha. Të topi mbrapa Ndreca, 3-0 shifrat. Shken Ndreca, por e largon topin. Pius. Javmir Ibrahim, Elio Gjata. Zilla. Largon Mark Gumu. Qulli. Largon me kok. Është Rivenia Sore, i takon skuadrës Eagle. Largon Qulli me kok. Avduli e më merë në momentin e parë. Gjilardini Avduli. Pius. Javmir Nelson Pius. Mërkuri. Ka larguar Hiso. Rivenia Sore. Gjata e topin në përduar. Mërkuri. Largon Bika Tal. Qidera. Mangumu. Torollari. Qidera. Tiri. Mangumu. Torollari. Hiso. Gilio. Ibrahimi le topin dalë jashtë vjeve kufizuese. Rivenia Sore. Shojmë Sundaj. Gonë Torollari, më pas edhe një Sundaj. Javmir Nelson Pius, Zilla, autori golit të parë. Dhe Kango. Gati Camilo Mendoza dhe Fabrizio Qulli. Shohem klasimi është edhe njerë Zilla, ka zonë të lirë Martin Zilla. Pas Gabon. Avduli. Mangumu. Sundaj. Edhe njerë Mangumu. Shohem Gilio. Qidera. Të ndërtim të sërmuesit me numër 14. Bika Tal. Shkon vetëm në vënën fundora i top.
Shohim numri 18 me është futbollisti Diop Fabrizio Çulli në vendin e tij. Dal gjata në vendin e tij është pikërisht Camilo. Gjatë shko në Hiso. Ka marrë mjaft mirë Gjirardi Avduli, ka zonë në lirë Gjirardi Avduli në shtyllë e dytë për Kuri. Do ta ullë për Fabrizio Çullin, në ka ngel i dëmtuar, ka lënë avantazhit kryesori për Kuri. Krosimi është shtyllë e dytë. Taj topi cili shkon vetëm rivënë fundore. Minuta e 60 luhet 15 pjesë së dytë. Ndërkohë që gati zënësimi i dytë numri 13 Vrapi, Samuel Vrapi. Ndërkohë që Xilla nuk arrin të zëtroj topin rivënien fundore. Vrapi, por edhe të shohim futbollistin tjetër të skuadrës Eagle. Hiso Gabon është numri 18 Ferizolli. Çulli Sandi Çulli, top i cili largohet nga area e numrit 4 Çidera. Pius zotron Avduli mes dy futbollistëve, Gjirardino Avduli fiton mjaft mirë këtë top. Topi i cili shkon në këmbë e Mario Mërkurit në zonën e reptësisë. Mario Mërkuri ka shqetësimin e Hiso në shtyllën e dytë, askush nuk e mbrin e krahun tjetër Fabrizio Çulli. Shohim shqetësimin e Torollarit, Camilo e Kango. Rivënie ansore i takon skuadrës së Butrintit. Dy zënësime. Dal numri 14 Bikatal dhe në ditë tjetë futbollisti Samuel Vrapi. Dal numri 10 Leshi. Në vend të tij Ferizolli. Të përgjë shko në këmbë dhe Portin Ndreca. Ky fundit të ndonë gjej Ibrahim. Ka Bikatal. Këtë topi mbrapa. Nga pozicion të pa rregull. Momente të kësa luhet e 63 minutë. Të bëgjati Ndrecës. Xilla nuk e zotron. Pius. Përteni Hyzellari. Pas është Sundaj, lëviz mjaft mirë, Sundaj. Torollari. Sundaj. Ka marrë mjaft mirë.
Edhe një kapiteni Hyzellari, Olger Hyzellari. Është numër 9, Xilla, shkitur. Hiso. Mjaft mirë Samuel Vrapi. E ka shmangur mjaft mirë numri 13 Nelson Pius. Xilla. Martin Xilla e ka goditje dënimi. Dreca, mjaft mirë. Nelson Pius, top në drejtim të Ibrahim. Brapa Sandi Çulli, pas Çidera. Mjaft mirë Sundaj. Sa në njeri ka në kraun tjetër. Mangbumu. Çidera. Topi gjatë drejtim të Samuel Vrapit. Sundaj. Gati. Zëndësimet e radhës tek Butrindi. Në qetën se është 1 apo 2. Vrapi. Pas goditje e lehtë është në duart e Kreshik Ndrecës. I cili shkon në këmbë dhe Mërkurit, brenda zonës Mario Mërkuri, zonë Diego Simi, është këmbë dhe Çiderës. Kango Xilla. Gati Marino Lala. Me Martin Xilla. Zëndësim kok për kok. Nërgojt ajto për i vëni ansore. Minuta 67 luhet në këto momente. Gati Martin Xilla, autori golit të parë. Do përfitjet e gjitha shkojnë për sënmuesin me numër 9. Dy ndeshje radha zi 2 gola. Martin Xilla me 11 metra shënoi me kërcyr dhe realizon sot në goditje prerë nga distanca. Tu është blokuar ndeshjen pas Mario Mërkuri. Çoj shifra në 2-0 45+1. Në minutën e 53 ka qenë Sandi Çulli. Gala Mangumu Hiso
Sundaj. Ferizolli. Pari prekur prej ti. Sundaj për të krosimi. Shurë shtyllë dhe dytë. Nuk e mrina s'kush. Kalemi. Mangumu. Kraun tjetër largon e Kango. Të drejtim të Marino Lales. Por që ka faul në sulm nga Marino Lala. Bon Sundaj e merë sërish topin për lojtarët e Eagle. Qidera këtë rivënja nësore i të konë Butrintit. Nelson Pius. Kërën brapa Kristi Basha. Qulli. Lala. Në ka ndëryrë Iso Camilo. Rotulloj mja mi Camilo Mendoza. Camilo. Ka o tjetës Fabricio Qulli! Ajo goditje shkon në goditje nga këndi. Fabricio Qulli ka devijuar portieri Kaceli. Çfarë gjallje nga Fabricio Qulli. Shojmë gësimi në shtyllën e dytë, nuk e mbrina s'kush, livënje fundore. Iso. Gilio. Camilo. Gabon e ka marrë kapiteni Kyzellari. Vënë pa Mangumu. Mangumu dhe njerë. Hiso. Mërkuri ka marrë Hiso dhe ka goditë dënimi. Mangumu kërën brapa portieri Kaceli për skuadrën e Eagle. Edhe një Mangumu. Mërkuri gabon në marrin e ati topi. Mario Mërkuri. Autori gollit të dytë në pjesën e parë. Minutën e parë shtes. Shoj. Ishte Mangumu. Brapi. Ferizolli. Hiso. Të shko në këmbë numër 7, Sundaj, levis nga mirë, Sundaj. As pasim, as gjuajtje nga numër 7, Eagle.
Është mirë gëstimi i një prekëtare të skuadrës së Eagle, i gabuar në rivënjën fundore. Është mbyllur ndesha në stadiumin Arena e Demave, Partizani B1, Maliqi 2. Skuadra Maliqit ka marrë një fitore mjaft të rëndësishme duke arritur ndërkohë që ka vetëm goditje dënimi 27 pikë skuadra e Partizani B, 33 Oriku, 31 Butrindi, 30 Bylis B. Përsa në Koreale Bylis B po fiton përballë Tomorit në stadiumin Adush Muça. 1-0 ndeshja e cila ka filluar në orën 14. Njëherë shifrat Pius shtop i fort ndërsa Mërkuri dhe Iso Cidera topi gjatë, Vizëllari nuk e mbrin. Camilo Gabon e ka marrë Torolari e ka nga unë pas e zotron Pius i cili e këtë mbrapa të Portiri Ndreca. Lala nuk e zotron topin, Camilo edhe një Lala pas Ibrahim, Camilo Gabon Rivënia Sore i takon Butrindit. Shohim Ndreca e Kango. Lala fiton këtë Rivënia Sore, një prej lojtarëve të Butrindit, ndërsa ka ngelur i rëzuar në tapetin e stadiumit e Nolapa. Shohem Fabrizio Qulli vetëm një vënë fundore i takon skuadrës së Eagle. Mangumu Mërkuri dhe ka goditje dënimi i takon Butrindit.
Shqetësimi në 72, nuk e mlin askush, rivënie fundore. Gati dy lojtarë tek Kolonja dhe sa luhet e 79 minutë. Ka dalë Kalemi në vendin e tij numri 5. Vitor. Bravo Mario, bravo! Ka dalë futbollisti Mario Mërkuri. E numri 5 Ibrahim. Bakar Diop në vend të futbollistit Ibrahim. Goditje e Sundajt e gabuar është. Shojim Qidera Hiso. Zëllari e qëkëmën në të ndryrje ndaj Pius. Tre me 0 shifrat. U lot minuta 81. Abduli e Kango. Si në drejtim të Marino Lales. Ka marrë në mendin e pa Lala. Sundaj largon e Kango. Topi prekur me dorë nga futbollisti e Kango. Mangumo. Lala ka goditje dënimi ndaj numrit 5 Vitor. Qidera
Hiso. Sa Qidera, Gjerman Gumu, Torollari, Vrapi, rivënia sore, djetë Samuel Vrapi për Eagle. Shore, është numri 18, Feri Zolli, e që ka bon dhe dhuron këtë rivënia sore. Sa më dhe qeta dhe 2 trajnerët, e Çani dhe Qutra. Argon Sandi Qulli, Hiso. Ka shqecim e numri 10 e Kango, Gabon Camilo, Feri Zolli. Stimi, argon e një Sandi Qulli, Camilo, Lala, nuk e mera top, Mak, Gumo, Torollari, Vrapi, Avduli, Kolonja, Lala edhe njerë Kolonja, Vismjak mirë Alessio Kolonja. E ndërhyë ndaj futbollistit Kolonja, zjedhët kryesori Zeneli. Vyzellari, pas ishte numri 18 Feri Zolli. Giljo pas Torollari. Kolonja, ka shqecim një Mangumo, Avduli, Fabrizio Qulli, Bon Qulli e Kango, Gati dhe Kristi Merkaj. Apo është futbollist, do të shohim nëse është kështu Kristi Merkaj. Jo, është Blendi Rosaj me numër 20. Blendi Rosaj, futbollisti i Valbonës. Minuta 87, shifrat, Butrindi 3, Eagle 0. Blendi Rosaj në fushën lojës. E numri 23, Torollari. Vyzellari nuk arrin të shojnë mësimi në 72. Giljo, Torollari, ishte Vrapi fali. Lala, Qulli, i ndryftime vërësim Hiso. Shifrat, Butrindi 3 dhe skuadra Eagle 0. Qidera, Giljo, ka rëbjër topin Pius. Hiso,
Sundaj. Njëra Tarregël, Ferizolli, Mangumu. Topi cili preket mjaft mija Babakar Diop. Mangumu, zotron Lala, Isha Abdulli, i cili u spostua në majnë e sulmit duke u tërhequr Lala, por shpo Lala të pozicionin e tij. Camilo largon me kokë, në pas Hiso. Topi gjatë në drejtim të Samuel Vrapit, i vëmendshëm Babakar Diop. Bëdha i top dhe tashmë zënësimi. Luhet minuta e 90, të dal Blendi Ros, Torollari dhe në vend i Blendi Rosaj. Numri 20. Shohim 4 minuta shtesë. Vona Çulli. Fabricio Çulli largon mjaft mirë në fillim të shojë Fabricio Çulli. E topi cili ngjerët në zonën e rreptësisë, më pas Gjilardi Abdulli. E Kango. Pasa goditje e Kango në mënyrë gabuar në vënë fundore. Dhe tepër e fort, por e gabuar e numri 10 e Kango. I shërtorit zotrin. E para minutë shtesë, në rije gabuar. Nërkohë që zë thotë Zeneli. Shojë Sundaj. Në zonës, për këtë të vëmendshëm, fiton të goditje nga këndi. Gati në 21. Gilio dhe do tjetë ai i cili do të krosoj goditjen pas e Ferizollit. Në vënë fundore thot gjyqtari Rigert Zeneli. Tjetë topi gjatë i portierit Drecan, top kokën e numrit 20 e shojmë 99 Lala, ka goditje dënimi. Sundaj. Abdulli. Mangumu. Numri 5 Vitor. Kamara Camilo Mendoza. Kolonja. Goditje. Cila shkon shojmë kapiteni Hyzellari.
Gilio. Është Rosaj. Minutat e fundit luhen. Në stadiumin e Ndon Lapa. Butrindi 3 dhe skuadra gati. Sa mba dhe sekundat nga në e gjyshtarit. Goditje dënimi për skuadrën e Eagle. Shohim krosimi gabuar, për që shkon në duar e portierit Dreca. Sa Alessio Cologna ka shqecimin e është 1-1 me Ferizolli. Cologna gabone, ka rëmbyë Ferizolli, e ka topin e për këmë. Tërkau e ka mbyllur Riger Zeneli, ka dhe fund sfidës. Butrindi 3, Eagle 0. Kujtojmë golat, minutën e 25 të Martin Zilla, në minutën e 25 plusi, sulmuesi Mario Mërkuri, dhe realizojnë minutën e 53 golin e 3 të sfidës, pikërisht ishte futbollisti i cili shënoi golin e 3 Santi Çulli në minutën e 53 pas atij krosi nga flamuri i këndit i Mario Mërkurit. Japi fund transmetimin nga stadiumi e Ndon Lapa në këtë takim të sotëm midis së Butrindit dhe Eagle, shifra 3-0. Kujtojmë, javës tjetër Butrindi shkon në Berat përballë Tomorit, ndërsa Eagle pret skuadrën e Këlqyrës. Derbi mbjetesës në stadiumin do të luhet në Tiranë, do të qetë stadiumi se ku do të luhet kjo sit, ndërsa Butrindi për të ruajtur ose për të vazhduar ecurinë e skuadrave kryesuese do të ndeshet në stadiumin Tomori përballë skuadrës vendase me pamjet e drejtë për drejta nga stadiumi Ndon Lapa i qytetit Saranës. Butrindi 3, Eagle 0, japi fund transmetimit nga Fatos Lamaj, bashk minut gjofshim.